Thash, iku e para. E dyta, ai plum 10 vin. për Edi Ramën. Brin. Dytën tash ta presën ballë. Kaq. A thua të nodhe kjo thua? A ishte zemrat e popullit kjo gjë që nuk diskutohet. zemrat e Nuk diskutohet. Ai një gabim e ka bën. Për mua. Ai si person bën një gabim. Ai nuk duhet të nisë fishek aty. Ai duhet të rundë Edi Ramën. Pik, atë ta vriste. Kush? Çfarë? Edi Rama është Ki tha nuk tako toka jote, i thoj. Ki po të e vrite dhe jashtë aty, po e ka bon si Avni Rustemi, si burra. Në zotni. Shkaku është Edi Rama. Nuk e bën Shkaku, nëse do, janë dy persona në këtë punë. Është Sali Berisha dhe Edi Rama, që duhen vrarë. Një meta, janë 3. Po i ke burr. Morë veshë, ne si vrasim, se jemi të zot, jemi të lik. Po regjistrojmë se jo po regjistrojmë tani. Po tani si ishe këto zgjedhjet e Bashkia e Tiranës? Çfarë zgjedhje? Po është zgjedhën o zotni. Është zgjedhën. Ti ke kënu këti? Është zgjedhën o zotni. Jeni të dy mi menjë. Po jo zotni, si mendoni? I ka këtë hajdu të punë, kush i fiton zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës? Hajdutët. Po i ka fituar është Kjo gruja, sa kjo? Hajdutja. Ja sa më nëse, ku e di Hajdute? Po ku e di Hajdute? Po ku e di Hajdute? Nuk është Hajdute. Me kon Hajdute ishte futbollë ndaj është. Është shumë e rregullt. Është shumë e rregullt, shumë e rregullt. Rregulla e Bashkisë Hajdut është patronash i zet. Të pyes ty. Çka ka bën më tepër Zogu se Edi Rama? Zogu ka bo, se e boni këtë rrugët i boni pjesmarit. Zogu ka bo ma mirë, saj. Një që, ti dhe unë e kemi njohë... Mori Florini. Më falë, e kemi njohë për trazar. Lutem, e kemi njohë për trazar. A me Zogun. Ka që burë ma mirë se këto. Prit, tashi, a nuk ka bo ma shumë se Edi Rama. Nëse ka trazu kush komin, jo Shqiprin, komin shqiptar, është Edi Rama. Edhe nëse do vra, shpet do ky. Nuk ka rrugë dytë, e do plumin balë. Aj, quniri, i lumë dora, po, du ta mjëtë. Është kesh për ata si higu, për ata është kesh. Ti jam mjëtë në balë, këti, hajdutit. Se të kapin do të arrestojnë me to që te, arrestunë dhe gjajnë aty. Le të më arrestojnë, se vras menen fare, absolutisht, se vras menen. Shka, se kam, nuk e kam, se kam. Po ju si Se komuniste. I një për gjithë kjo. Një religiozini. Nga i vrasin vit të dhej, po nga i vrasin vit të dhej pastrohet. Ora, ka qenë maj mirë ai si o vra, tjeri dun vra tjeri para ati. Se i kanë dosit aty, nuk i hapin. Ky plum që mesazh për prokurorin, e ka vrarë Edi Rama që brinjë, ka hap vrimën të. Ai që mesazh për prokurori, për gjyqtar, për qeveritar, për deputet, se një gjonë dish, që nga 90 e sot që bëjmë mohabet në këtu, nuk ke pas deputet mirë fill në Shqipëri. Janë kanë hajduta, mafios, kriminela, njerëzit më të lik që ka pjell historia, janë këta. Apo një gjonë, janë këta deputet që nga 90-a. Pushtetin 90 e deri sot jeni i brez, ja çfarë thotë i brez i ri për shembull. Ju thoni që s'ka pas as si deputet nga 90-a e mësot. A mund ta jap një emër? Jepe. Fatmir Xhindi në Fiera. A vritej Fatmir Xhindi? E ka vrarë pikërisht sepse Berisha ka shkuar Berisha më duket ka shkuar ditën e parë, doli kundra Berishës, ditën e dytë ka vrarë te Ullind. Një nga të vetmi deputet në qytetin e Fierit, i cili nuk e njoh kur korrupsionin. Po si Fatmir Xhindi ka patur edhe deputet të tjerë, të cilët kanë qenë disa, jo të gjithë, po kanë qenë një grup deputetësh ose vritej Sokol Loldashi. Kush e vrau? Se kush e vrau? Ai bën incident. A vritej Sokol Loldashi? Azem Hajdar, Sokol Loldashi këto ne e dim. I ka vrarë Sali Berisha. O zotni, i ka vrarë Sali Berisha. Sokol Loldashin edhe Azem Hajdarin. Sali Berisha vrarë dhe tërpuen. Sa janë vrarë në tërpuen? Janë mjëllë shpia në tërpuen, zotni. Azem Hajdari që i pare. Mëse i fat me hak në kompanije, ja mjëllë shpin, e shemi kullën e... Ajde, ditë që ka ardha, ajde, flitet për vrasje, bëhet gjyqi këtu në sheshin e Tiranës. Nuk bëhet më ke gjykata, bëhet e sheshin e Tiranës, që ditë ka ardhë, te gjykata bëhen vrasje, tu në shesh bëhet gjyqi. Se kemi ardhë të ditën. Që të thuhet sot publikisht që Berisha ka vrarë Sokol Loldashin, ka vrarë Azem Hajdarin, ka vrarë Haklet. Po,
Po ne, po më burr. Si me I guximin, ken gazet më zotni. I ken gazet, kërkoj gazetat para 20 viteve, 30 viteve i ken gazet që gjithë. Shkruajnë në gazet i ke. I ke lexuar ti. Si ke bon shkollën, i ke. Jo, s'kam pas lexuar, kam çika betare akoma. Kërkoj se gjën. Për pjesën e në fakt të Zoj Goldashi, Nesër prap, mirë. Program tjetër.